Ndërkohë shkojmë me njëherë në Kuvendin e Kosovës, duket se janë mbledhur deputetët e parë, por ndërkohë që shohim me pamje të drejtë për drejtë atë që po ndodh atje, dua të lexoj reagimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila e ka bërë me dije që nuk do të marrë pjesë në seancën për presidentin. Është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, i cili ka thënë se kjo parti nuk do të marrë pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit, që ishte planifikuar të niste në orën 19, por me sa duket do të nisë në këto momente. Pikërisht përpara medias në hollin e Kuvendit, Abdixhiku e ka quajtur këtë seancë një show, një partjak. LDK-ja e konsideron se ky show nuk i shërben interesave politike, nuk marrin pjesë në një show të tillë, tha ai. Po ashtu e quajti këtë seancë përpjekje për të krijuar një rast në gjykatën kushtetuese. Është një kosto shumë e lartë për Republikën, shteti nuk është hajgare, thot ai, do të thotë që shteti nuk është lojë, ka deklaruar pra kështu kryetari i LDK-s, dhe duket se do të jenë vetëm vetëvendosja e pranishme në seancën e sotme. Të shikojmë se si do të zhvillohet kjo seancë, e cila në fakt do të definoj, do të përcaktoj nëse Kosova do të zgjedhë një president të ri, apo do të shkojë në zgjedhje të parakohshme dhe gjitha autoriteti i shtetit i kalon kryetares së Kuvendit, numrit 2 mbas presidentit, dhe me gjas mesi i këtij viti, pra muaj korrik, pra pak muaj, pak të 2 muaj nga tani, duhet të zhvillohen dhe zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme. Ndoshta është seanca e fundit, pasi në orën 12 të mbrëmjes së sotme skadon dhe afati vendosur nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, është pikërisht frika e Albin Kurtit për të zgjedhur Vjosa Osmanin si presidente, dhe ata akuzojnë zotin Kurti që janë të gjitha këto makinacione të tij, stisje të tij politike në mënyrë që të shmangi zonjën Osmani nga rizgjedhja në postin e presidentes, ndërkohë që nga ana tjetër lëvizja vetëvendosje deklaron që nuk ka asnjë emër dhe asnjë kandidaturë të propozuar nga opozita, e cila me sa shohim nuk do të jetë pjesëmarrëse në seancën e sotme, një seancë e parashikuar të nisë në orën 19, por që me sa duket do të jetë thjesht një seancë formale ku do të shpallet dhe vendimi për të çuar vendin në zgjedhjet parakohshme, një tjetër sfidë për shtetin e Kosovës, një kosto shumë e madhe, jo vetëm financiare, por një kosto shumë e madhe për një mungesë stabiliteti, një shtet i cili po shkon nga zgjedhja në zgjedhje, fiton vetëvendosja në fakt, bindshëm fiton, dhe kjo gjë duket se jep një garanci tjetër si zotit Kurti që është në qeverisje, ashtu edhe mbështetësve të tij. Por ndoshta është një taktike të dy palëve, dhe opozita e gjen si një mënyrë për të dobësuar pikërisht qytetarin, për të dobësuar bazën, për të bërë që të jenë të lodhur qytetarët dhe ndoshta që të marrin sa më shumë nga zona gri apo nga të lëkundurit, por gjithsesi është një metodologji që dëmton Kosovën dhe perspektivën e saj europiane, një vend që nuk ofron një stabilitet të qëndrueshëm. Pritet nga momenti në moment që të filloj kjo seancë parlamentare, e cila ka një vëmendje të shtuar pasi për herë të dytë, mbas dështimit të zgjedhjes në mënyrë konsensuale të kryetarit të Kuvendit, kujtojmë që vendi u fut në një spirale të mbi 50 seancave parlamentare për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Tashmë jemi në një situatë tjetër, në mungesën e zgjedhjes së presidentit të vendit, dhe përsëri vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. PDK ka bërë me dije që do të ketë shumë metoda
duke përfshirë jo vetëm ato demokratike, por edhe qytetare, dhe pritet për të definuar nëse do të ketë protesta, apo do të ketë një rezistencë qytetare. Megjithatë, pritet për të parë se çfarë nënkupton Partia Demokratike e Kosovës me këtë deklaratë që ka bërë kryetari i saj,